Qeveria ka reaguar për herë të parë për debatet dhe protestat e organizuara për ndërtimin e një resorti turistik në zonën e Zvërnetit në Vlorë. Ishte kryeministri Edi Rama që teksa prezantoi kompaninë e re shtetërore, Albanian Digital Solution, ju përgjigj edhe kritikave për këtë projekt, duke mohuar pretendimet se shteti po fal tokën publike. Kryeministri tha se bëhet fjalë për pronë private dhe jo për transferim pasurie shtetërore, duke theksuar se investitorët në fjalë janë serioz. Se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces, janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania zhvilluese e këtij projekti është Zvërnet South Adriatic Development, e cila ka nisur në zonë punimet përgatitore dhe rrethimin e kantierit, bazuar në lejen e lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit. Në këtë zonë ka shfaqur interes për të ndërtuar edhe dhëndri i presidentit amerikan, Jared Kushner, por nuk ka lidhje me investimin tjetër që po kontestohet. Vetë Rama tha se me kompaninë e Kushner ende nuk ka mbaruar negociata dhe shteti do të jetë aksioner në resortin turistik që do të ndërtohet në Sazan. Shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit, dhe toka e Ishullit do të jetë aty e shtetit shqiptar, thotë Rama në deklaratën e tij.